Ashtu si Nehemia, të mos shpërqendrohemi nga armiqtë e jashtëm, apo edhe nga armiq që mund të sillen si miq, por në lutje të kërkojmë Perëndin. Le ta mbajmë fokusin tek thirrja që na ka dhënë Perëndia dhe të ecim së bashku me të me një zemër shërbëtori ku i pari të jetë i fundit. Perëndia nuk na thërret në konfuzion, ai na thërret gjithmonë në përputhje me fjalën dhe vullnetin e tij. Ai pret që ne të jemi besnik ndaj asaj që ai na ka besuar. Sfida jon sot për shumë besimtarë nuk është mungesa e thirrjes, por tundimi për ta lënë atë për gjysmë. Nehemia na jep një shembull të fuqishëm të përqendrimit shpirtëror. Përballë kundërshtimeve dhe ftesave nga modinaket për të larguar nga puna që Perëndia i kishte dhënë, ai përgjigjet me shumë urtësi. Unë jam duke bërë një vepër të madhe, nuk mund të zbres. Sepse pse të ndalet puna, ndërsa unë e lë atë të zbres tek ju? Nehemia e kishte fokusin tek qëllimet dhe planet e Perëndisë. Kjo është zemra e njeriu që e njeh thirrjen e Perëndisë. Nehemia nuk u shpërqendrua nga zhurma, nga frika apo nga presioni. Ai e kuptoi se largimi nga thirrja do të thoshte mosbindje. Thuaj sot jo çdo gjë që të largon nga vepra që Perëndia po bën në ty dhe përmes teje. Qëndro në heshtje në prezencën e tij. Vetëm në prezencën e tij do të mësosh të dallosh qartë se çfarë është e përkohshme dhe çfarë është e përjetshme. Merr një moment sot dhe thuaj Zotit: "Më zbulo çfarë po më shpërqendron. Më zbulo ato gjëra që më kanë vjedhur kohën e po më bën që ta lë përgjysmë thirrjen tënde."